Mirëmbrëma shikues të emisionit Doktor Plus, mirë se po takojemi sërish edhe në këtë javë. Sonte në kuadër të emisionit do të flasim për lëkurën në përgjithësi, për kanceret e lëkurës dhe ndikimi i solariumeve. E të ftuar për këtë temë kam doktoresh Shkëndije Dobruna, dermatologe. Doktoresh, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Doktor Plus. Faleminderit për ftesën. Doktoresh, penisim fillimisht me temën se si mund të kujdesemi për lëkurën në këtë kohë, me qenë se jemi edhe në stinën e pranverës. Si çdo stinë, domethënë kemi nevojë për mirëmbajtje të lëkurës. Çdo stinë ka dikton mirëmbajtje të ndryshme. Pranvera, vjeshta, kryesisht ka një mirëmbajtje, ka mjaft lagështi, edhe domethënë është periudhë që edhe bëhen tretmane, ndërsa dimri edhe vera janë periudha më traumatike, prandaj në rend parë janë mbrojtja dhe kremat e duhur. Kur themi, domethënë vera është më traumatike, është për shkak të ekspozimit në temperatura të larta dhe rrezit të diellit. Prandaj në pranverë fillohet të përgatitet lëkura për verë, domethënë duke përdor kremat e duhur, sipas moshës, sipas nevojës, sipas konditave apo problemit lëkuror që e ka. Ndonjëherë domethënë ka nevojë për ndonjë tretman, ndonjëherë vetëm kujdesje me kremat e duhur. Duke ditur edhe që muaji maj është zgjedhur për vetëdijsimin e kancerit të lëkurës, por në veçanti për melanomen. Fillimisht çfarë është melanoma? Po, melanoma është një ndër kanceret më të rrezikshëm të lëkurës, i cili merr jetë. Por me qenë se mundësia e mbijetesës ekziston kur ajo zbulohet herët, atëherë edhe gjithë dermatologët, domethënë në gjithë botën, tentojnë që gjatë muajit maj të flasin sa më shumë, të rrisin vetdijen e popullatës për kujdes ndaj lëkurës, për me ngrit vetdijen që ata të vrejnë, nëse vrejnë ndonjë ndryshim në lëkurë të lajmërohen te dermatologu. Dhe për një arsye, domethënë duke dashur me ngrit, me ju kujtu njerëzve që të kujdesen për veti, e kanë zgjedhë të hënën e parë të muajit maj si dita melanomës maline. Ndërsa i gjithë muaji maj është muaji që tentojnë sa më shumë të flasim, sepse është një muaj që përgatitet për, domethënë maji përgatitesh për verë. Në verë, në qershor dhe muaj tjerë ti domethënë zbulohesh më shumë, shkon në pishina, në plazh, edhe mund ta vresh më shumë lëkurën se sa gjatë vitit kur mbulohesh. Edhe kështu që mund të vresh nëse ki ndonjë ndryshim të ri, edhe fillon të mendosh për ndryshim, kërkon ndihmë, kërkon konsulte dermatologu, edhe natyrisht dermatologu e jep këshillat edhe për mbrojtje edhe për kujdes. Si mund ta dallojmë melanomen? Cilat janë ato shenjat e para të melanomës? Melanoma është një kancer i lëkurës i cili mund të shfaqet në lëkurë të shëndosh. Në një vend kur s'ki pas ndonjë ndryshim, dhe ajo në 70% të rasteve shfaqet në lëkurë që nuk ka pas më parë ndonjë ndryshim. Ndërsa në 30% të rasteve mund të shfaqet në nishan të lindur. Domethënë që me kohë ndryshon. Tash mund të pyesësh, si ndodh që del, po jo, si ndodh që del në një lëkurë që shëndetshme, që s'ka pas. Po mirë, ajo mund të del të dikush që ka predispozit gjenetike. Domethënë gjenetikisht dikush nga familjarët mund ta ketë pas, ose dikush që abuzon me diell, me djegje nga dielli, abuzon me solariume, abuzon me substanca të ndryshme, domethënë nga jashtë, po edhe nga brenda, ushqimet e pashëndetshme që toksikojnë lëkurën. Domethënë këtë këto janë elemente të cilat e mundsojnë dhe e lehtësojnë shfaqjen e melanomës. Po doktoresh, të ndalemi tek nishanet, si mund ta dallojmë që është një nishan dhe si mund ta dallojmë nga melanoma? Kur të shifet që një nishan dallon nga tjerët, është më ndryshe. Ka më shumë ngjyra. Jo vetëm një trajtshëm, po ka më shumë ngjyra. Duket si i ndotur, si i përlyt.
e ka një asimetri, do më të nuk është i rumbullak, është ma i jo simetrik, do më të ndikosh e paramenon që palohet në gjys, edhe shet që nuk e ka simetri nënsore. Dimenzioni, do më të sa ma i madh, mbi 2 cm, gjithë një është ma i rrezikshëm se sa ma të vegjël. Do më këta mund të avrej dikush, se nëse veç gjakos, ose lëndohet, atyre veç mund të themi që ka një stad ma të lartë të zhvillimi. Melanoma a mund të jetë e trashëguar? Po, predispozita gjenetike të zhvillohet kur e ka një antar i familjes, natyrisht që është ma madhe. Por nga melanoma, kush janë më të rrezikuar? A janë vetëm persona të cilët mund ta kenë melanomën, apo dhe të këta të cilët nuk mund të shfaqet me njëherë? Si mund të vrihet? A ka shenja të fshihura? Melanoma shifet. Domethënë nuk shumë rrallë, edhe ndoshta edhe nuk po i përmendi, janë që dalin nga një metastaz, nga një organ tjetër. Kryesisht është shifet. Domethënë nëse ti je shef që ka dalë një ndryshim i ri, pa marrë parasysh çfarë do ngjyre, e zezë, kafe, e bardhë, e kuqe, ngjyrë lëkurës, domethënë ka dalë dhe po zhvillohet, edhe është i vetëm, atëherë domethënë është një element që duhet të alarmohet dikush edhe të shkon te dermatologu, ose e shef një nishan i cili po ndron, natyrisht që duhet po ndron 1 muj, 2 muj, 3 muj, 6 muj, nuk e lën ma shumë se 6 muj, domethënë lajmërohesh te dermatologu. Kush janë ma të rrezikum? Domethënë ma të rrezikum janë tipet e lëkurës me flokë të kuqremt. Lëkurë të bardhë, sy të gjelbërt. Ata janë grupacioni i cili më shumë është i rrezikum. Pasa janë personat me lëkurë të qeltë, domethënë që digjen lehtë. Edhe pse ata nëse mbushen mend, digjet 1 herë, 2 herë, ata ish dash të mbushen mend edhe të mbrohen, se digjen lehtë. Ata që mbrohen, pastaj domethënë mundësia shfaqjes e melanomës është ma pak. E nëse vazhdon mos mu mbrojt, natyrisht ma e madhe është tek personat që kanë ngjyrë të qeltë të lëkurës. Po, rreziku ekziston edhe te personat të cilët kanë lëkurë të errët, sepse nuk mbrohen fare. Domethënë ata e din nxihen lehtë, dojnë të fitojnë ngjyrë, ai dëmi i rrezeve të diellit mbetet, domethënë çdo vjet grumbullohet, edhe vjen në një moment ku lëkura nuk mund ta ripërtri vetveten. Domethënë është efekti negativ, efekti i diellit është grumbullu aq sa mo lëkura nuk e ka nën kontroll ndonjë pjesë edhe fillon të zhvillohet. Kanceri i lëkurës, cili do qoftë ai, por edhe melanoma. Cilët janë faktorët që ndikojnë në shëndetin e lëkurës dhe a duhet të bën kontrolle rutinore për lëkurën? Lëkura është organi më i madh i organizmit. Dhe ajo nuk është veç pallto. Ajo është e lidhne me çdo organ të trupit. Prandaj edhe sido që kujdesesh për trupin ton, është kujdes edhe për lëkurën. Domethënë nëse ti ushqesh shëndetshëm, çdo qelizë e trupit do të jetë falendërues për atë ushqim të shëndetshëm që ja jep, ashtu edhe lëkura. Po për lëkurën kujdesi tjetër është natyrisht mirëmbajtja, është higjiena, është mbrojtja nga dielli, është mbrojtja nga djegjet djegje në shtëpi ose me acide të ndryshme, thjesht një mbrojtje ekstra përkundër organeve tjera të trupit. Doktoresh, nëse dikush i ka ardhur për një kontroll tjetër në trup, si mund ta dalloni që ka një melanom ose në një ndryshim në lëkurën e tij apo saj? Po, shpesh, domethënë një pacient vjen për një problem tjetër, po na nuk koncentrohemi, nuk e lëjmë vetëm ato. Zakonisht edhe aknet të rive kur i shoh, unë ja tërheq i vërtetën, okej, që këtë nishan duhesh me rujt patjetër. Këta, okej, është në rregull, po çto patjetër, për këta duhesh të vish një herë në vit ose përcjelle vet, i thon fotografoje, përcjelle,
Do më thonë edhe njerën vjen tek ne, ruje nga dielli, ruje nga lëndimet, nëse është në pjesë, do më thonë të pantolonave ku mundet ripi me lëndu, ose kur pështetet, do më thonë është një i madhe dhe pështetet në karik, mundësia e lëndimit është më e madhe, ose gjatë sporteve. Do më thonë, ne nuk e kontrollojmë pacientin vetëm për problemin që ka ardhur, po zakonisht e sidomos mujt e pranverës para se dalim në verë, domethënë e zgjerojmë atë kujdesin gjatë lëkurës, për lëkurën e pacientit. Po, doktoresh, melanoma, a ka zona të caktuara që shfaqet, apo vetëm shfaqet në trup në përgjithësi? Shiko, në trup mund ta vresh, po ku është më i rrezikshëm është në thoj, është në shputa, është të gishtrit, është në organe gjenitale, është në kokë, ku janë vendet të cilat nuk vrehen, edhe zakonisht njerëz nuk janë as kujdesshëm po të kujdesen. Po, doktoresh, a mund të bën diagnostikimet më herët? Po, patjetër. Ne kemi mundësi tani ta diagnostikojmë melanomën edhe me 2 mm. Domethënë është aq i vogël, edhe ti mund të shohësh ato karakteristikat që dermatoskopike, se me sy mund duket ndoshta jo. Në dermatoskop, që është një aparatur që na zmadhon minimum 40 herë dhe më shumë. Kemi edhe dermatoskopi të kompjuterizuar, ku e kemi këtë programin me inteligjencë artificiale që na jep edhe një do më thonë të grumbulluar nga shumë dhana në përgjithshëm që janë fut për lloje të ndryshme të melanomës, na jep neve një diagnozë që prapë ne e marrim me rezervë. Herë e ja besojmë, herë prapë më shumë i besojmë syrit tonë. Po, në momentet që na duket, do më thonë edhe me 2 mm dhe me 3 mm, që na duket që ka gjas që ka fillu si melanom, ose ka gjas që ky ka me ndru në tarme, na i sugjeroj me hek, edhe natyrisht kur hiqet me eksizion kirurgjik, hiqet jo veç melanoma, po tash themi nevusi i dyshim, apo ndryshimi i dyshim, edhe heqim edhe lëkurë në shëndosh për edhe qohet te patologu, i cili pastaj me metodat e prerjes, ai i detekton a kemi të bëjmë me qeliza kancerogjene apo jo. Edhe ai praktikisht e vendos diagnozën definitive. Doktoresh, përveç djegjes që e përmende, a mund të jetë simptoma edhe me kruarje apo dhe diçka tjetër? Jo, kryesisht është, do më thonë, këto melanoma dhe kanceri i lëkurës nuk japin asnjë simptom. Do më thonë, vetëm në dukje. Edhe kur, do më thonë, avansohet, do më thonë, e ki me disa vite, atëherë mund të shohë që ulceron ose gjakos, atëherë veç është, do më thonë, kur vjen në atë fazë, ekziston rreziku që ai veç ka dhënë metastaz. E natyrisht atëherë mjekimi për ato raste është më problematik, më i komplikum. Po, doktoresh, duke ditur që na kemi në preferencë ushqime të ëmbla, ushqime të kripura, a ndikojnë këto në shëndetin e lëkurës edhe posaçërisht tek melanoma? Në çdo qelisë të trupit, sheqeri ndikon. Do më thonë, edhe nuk është i shëndetshëm. Sidomos sheqeri këto me ngjyrat, shtesat e ndryshme të cilat janë në ushqimet e procesuara. Do më thonë, sheqeri në pije, do më thonë, në disa ëmbëlsina, sheqeri në ketchup, janë shumë të dëmshëm. Për çdo qelisë të organizmit, me tru, sy, në zorë, në mëlçi, në veshka, në lëkurë edhe në çdo qelisë lëkurës, e sidomos në kanceret e lëkurës, në nishane. E tek pijet energjike? Pijet energjike kanë mjaft sheqer. Unë ju sugjeroj, do më thonë që personave që janë në 18 vjet mos përdorin fare. Sepse qelizat e tyre janë në zhvillim e sipër, çdo qelizë e organizmit. Edhe tani gjatë rritjes, po u goditet ti me substanca të dëmshme, natyrisht ato qeliza do dëmtohen. Personave mbi 18 vjeç që janë të formuar e që nuk janë të vetëdijshëm për damin, atëherë ose edhe prindve i thonë, nëse një energji drink e pin, ti duhet t'i marrësh 2 ose 3 gota ujë. Për me e zbut
efektin e dëmshëm. Të ndalemi pak edhe tek ekspozimi në diell. Si ndikon dielli në lëkurën tonë? Dielli në lëkurën tonë na ndihmon. Natyrisht, stimulon prodhimin e kolagjenit, ta rrit disponimin, e rrit imunitetin, por dielli i mëngjesit dhe dielli i orëve të vonshme. Por dielli prej orës 10, sidomos prej orës 11 dhe deri në orën 4 është shumë i dëmshëm, sepse bjen në mënyrë drejt për drejt, në kand 90 dhe është shumë i fuqishëm. Edhe çka bën në atë moment? Domethënë, pos që ta jep një ngjyrë, Po. ai destimulon prodhimin e kolagjenit. Domethënë, shkatron kolagjenin ekzistues, domethënë ta plak lëkurën, bën njolla, rrit hiperkeratinizimin, domethënë që është fenomeni mbylljes poreve, bën kapilar, edhe domethënë me fitimin e ngjyrës ti dukesh ma bukur, po dami që mbet është domethënë plakja e lëkurës, njollat, me efektin që është kundër viruseve, kundër bakterjeve, kundër mikozave, domethënë është pozitiv. Po në anën tjetër të jep stres, kur është domethënë me potencë madhe në mesditë, të jep stres, edhe ai stres ta provokon ndonjë herpes për shembull. Po. Kështu që gjithçka duhet me mas, e sidomos dielli. Po kemi dëgjuar edhe, me qenë se i përmend edhe kremrat, a janë shumë të nevojshëm në këtë kohë, duke ditur që edhe vjedhestina e verës, çfarë duhet të bëjmë? Po mendon kremat normale? Po, kremat normale. Po, natyrisht, kremat normale duhet çdo lëkurë të vendos. Në mbrëmje është mirë në një lëkurë të pastruar mirë, të vendosin një krem i cili është aktiv. Çfarë do të thonë? Është një krem aktiv i cili e stimulon lëkurën për ripërtrirje. Do të thonë, si muskulit që i nevojitet ushtrime për të mbajt, edhe lëkurës i nevojitet ushtrime. Një ushtrim është edhe kremat aktiv, sepse e stimulojnë, e shtin me funksionu. Nuk e japin vetëm ushqim, që ta bëjmë parazite, edhe që të virët lëkura, po thjesht e stimulojnë. Do të thonë janë substancat e posaçme në kremat e natës që aktivizojnë lëkurën. Ndërsa në mëngjes, të gjitha llojet e lëkurës, si e thata, si e yndyrshme, si me akne, si me probleme të ndryshme, i nevojitet hidratim, do të thonë i nevojitet lagështi dhe substanca dhe vitamina që edhe ushqejnë, po që edhe mbrojnë. Edhe nëse ka ndonjë problem, janë substanca tjera që do të thonë e qetësojnë problemin, si dhe kremat kundër diellit, të cilat janë të domosdoshëm për dikend edhe gjatë gjithë vitit. Po, a duhet të mbrojmë para se të dalim në diell? A duhet të marrim masa mbrojtëse përveç kremrave? Po, masat mbrojtëse, kremi kundër diellit, gjithnjë duhet të vendoset 30 minuta para ekspozimit. Sidomos personat që kanë tendencë, do të thonë janë të bardhë dhe kanë tendencë për njolla, kanë tendencë për djegje, ose personat që kanë probleme lëkurore. Do të thonë, personat të cilët kanë pak ngjyrë, po ashtu duhet ta vendosin kremin kundër diellit, e sidomos në mesditë. Personat të cilët vozisin, do të thonë gjatë ngarjes së veturës, janë të ekspozuar ndaj rrezeve të diellit, të cilat janë më të fuqishme kur depërtojnë nëpërmes xhamit. Prandaj atyre unë i them që gjatë vozitjes, për mbi 2-3 ora ata duhet ta vendosin 2 herë kremin, edhe dimrit, sepse dimrit persistojnë rrezet ultraviolete A, të cilat pa marrë parasysh që ka re, ato depërtojnë edhe mund ta bëjnë dëmin. Çfarë mendimi ke për kremrat që shiten online? A kanë efekte anësore? Çfarë mendon për to, duke ditë që është bërë edhe një trend i fundit për to kremra? Tani varet kush i shet. Do të thonë, nëse shiten nga ndonjë firmë farmaceutike
ose ndonjë nga banatore, ose i sugjeron ndonjë mjek, është në rregull. Po kur ato shiten ka persona që nuk janë të fushës, ose shiten nga dikush që i sajon vetë, do të thonë ka prej tyre dhe krema që janë mjaft të rrezikshëm, ose sugjerohen nga blogerët, vetëm nga përvoja vetë, ose vetëm nga çka kanë marrë, nga copy-paste nga interneti, domethënë atyre nuk duhet t'ju besohet. Për shka do nevojë, një konsult një herë në vit te dermatologu, domethënë ta tregon, a ki problema jo, tregon me qa duhesh të lyhesh edhe mbrohesh, për shembull dimrit, verës, pranë verë dhe vjesh. Domethënë sepse edhe krema duhet të ndrohen çdo 3 deri në 6 muaj. Që ti mund ta kuptosh një protokoll që e përdor të njëjtin e përdor vjesh edhe pranë verë, ndërsa në dimër edhe në verë i përdor prapë të ndryshëm. Doktoresh, tek moshat adoleshente, ato vrejnë ndryshimin në lëkurë, posaçërisht dalin akne në fytyrë ose në trup. Cili është rekomandimi juaj për to? Nëse i kanë trashëgimi, ato duhet pyesin anëtarët e familjes, a kanë zgjatë këto akne deri në 18 vjeç, apo kanë zgjatë të dikujt edhe deri në 25 vjeç. Edhe duhet ta dinë, të përgatiten që akne do t'i kenë, ose do t'i kenë deri në 18 vjeç, ose do t'i kenë deri në 25 vjeç. Po, a mjafton ajo? Jo. Duhet dermatologu ti sugjeroj çka është provokuesi tjetër poshtë trashëgimisë. Si mund të kujdesen me preparatet e duhura që këto akne të mbahen në kontroll edhe të mos lënë shenja. Kjo është qëllimi, domethënë se aknet hiqen dikur, po të mos lënë shenja. Ndërkohë të dalim edhe tek trendi i fundit që janë solariumet. Sa po është e rrezikshme tash kjo? Solariumet janë shumë të rrezikshme. Pse? Sepse janë një ekspozim intenziv, një atak në lëkurën e trupit. Mund të imagjinosh që ti nëse rrin 2 orë në diell, pa u mbrojtë ti do digjesh. 10 minuta në solarium është ekvivalent me 2 orë në diell. Kështu që dami që bëhet nga rrezet e solariumeve është shumë i madh. Në Australi, përdorimi i solariumeve është komplet i ndalum. Në disa vende perëndimore është i ndalum nën moshat 18 vjeç e në disa nën moshat 21 vjeç. Mu për shkak se janë domethënë qelizat janë në zhvillim dhe rreziku për kancer të lëkurës është shumë i madh. Cilat janë ato ndryshimet që vrejmë pasi të shkojmë në solarium? Po në fillim mundet me qenë djegja. Domethënë djegja sepse te kalohet ajo koha e zhvillimit të eritemës, domethënë e boj me matje, domethënë te dikush bëhet për 5 minuta, zhvillohet eritema, te dikush për 10 minuta, domethënë që pas asaj fillon me u shfaq reagimi, domethënë me inflamim edhe me skuqje. Pastaj është shkalla tjetër, domethënë shkalla e djegjes, që mundet me qenë shkalla e parë, shkalla e dytë, që në QKU kanë raste mjaft që shkojnë në shkallë djegjes dytë për shkak të domethënë qëndrimit më gjatë në solariume. Pastaj është efekt njëjtë, si efekti i diellit, edhe efekti në solarium është ajo kumullimi, domethënë grumbullimi i efektit të dëmshëm. Kështu që domethënë rreziku nga solariumet është i madh. A mendon që duhet të mbyllen tek ne solariumet apo të merren masa tjera? Unë i kisha mbyll. Spaku nuk kisha leju të dikush në 21 vjeç të përdorin solariumet. E kisha bëu jo pa nënshkrim të prindit. Po. Mbi mosha 21 vjeçar, sado kudo, personi është i vetëdijshëm për rreziqet që mund të ketë, edhe ai mund të vendosë a do ta marrë atë rrezik apo jo. Po, duke ditë që ka dhe mosha më të reja që shkojnë në solarium edhe nuk i dinë rreziqet e saj. Patjetër. A është e vërtetë që përdorimi i solariumit mund të shkaktoj edhe plakje më të përkohshme? Natyrisht, meqense thash unë dielli plak lëkurën. Dhe 10 minuta në solarium ose 2 orë në diell, efekti domethënë i solariumit në plakjen e lëkurës është më i shprehur se sa nga dielli.
Si ndikon përdorimi shpesht i solariumit në lëkurë, po themi në ato lëkurat më të ndjeshme? Mundësia e djegës, plakja, humbja kolagjenit, pastaj shfaqja njollave, edhe rreziku më i madh është në nishane. Efekti, nëse një nishan është i zi, ka shumë melanocite, edhe lëkura normale që ka normal melanocite. Tani kur efekti i dëmshëm është në lëkurën normale, në melanocitet normale, imagjino çfarë efekti ka në grumbullim të melanociteve të cilat janë në nishan. Është rreziku tepër i madh. Tek nishanet, a mund t'i vrejmë që dalin të tjera përveç atyre si janë? Si mund t'i vrejmë? A për shkak të madhësisë, të ngjyrës? Si mund t'i vrejmë këto? Njëjtë, nëse e shef, unë po e potencoj veç vitin e kaluar kam pas 2 nishane të reja tek vajzat që kanë përdorur mjaft solariume. Edhe e keqja është se tek ato raste nuk binden për ta hek. Kështu që nëse e hek, na e dim diagnozën edhe shpëton. Po ato nuk janë bind për ta hequr, kështu që nuk di çfarë do të ndodh me ato. A ka pas raste të vdekjes në vendin tonë për shkak të kancerit të lëkurës ose melanomës? Kemi raste, edhe kjo është shumë e dhimbshme për ne dermatologët, për kirurgët, sepse kur zbulohen herët, hiqen edhe natyrisht të jeton normal, mbijetesa është si normale. Po kur lihet vonë, lihet 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, ku i jepet mundësia që të zhvillohet, që të metastazoj, atëherë është fatale. E kur ka mundësi të zbulohet herët, të hiqet herët, me të vërtet është shumë e dhëmshme që të vdes dikush nga kanceri lëkurës, se ti e shef në trupin, nuk më shefet si në organe tjera, ti e shef ata, e ta lejosh që të zhvillosh, ajo është e tmerrshme. Doktoresh, për fund, këshilla dhe informacione nga ju, shkaku edhe i kësaj kohe të verës që po afrohemi edhe për melanomën. Nëse kemi shumë grupacione kudo në botë që janë kundër kremave kundër diellit, sepse jo kanë kemikalje, jo e ndosin ambientin, por ne dermatolog themi, kur e masim rrezikun e atyne kemikaljeve nga kremat, edhe rrezikun nga rrezet e diellit, natyrisht që rreziku nga rrezet e diellit është shumë i madh. Prandaj na sugjerojmë përdorimin e kremave kundër diellit, le të shikojnë, ka tillë që janë sa ma organike, sa ma pak kemikalje, edhe të përdoren, nëse ekspozohen në diell, çdo 2 orë. Kur don të futesh në ujë, duhet të përdoret gjysmore para se të futesh në ujë, pastaj të mbrohen edhe 1 orë e gjysmë. Mund të mbrohesh me kapela, me syza, me rroba të holla, nuk është e thënë ti të largohesh për 12 vete në katër nga plazhi, po spaku të mbrohesh, të veshësh rroba me ngjyrat që refuzojnë rrezet e diellit, me ngjyrë të verdhë, kaltët, fluorescente, edhe të rish në hije. Po hija e ombrellave nuk mjafton. Ajo është sepse rrezet e diellit bijnë në zall, bijnë në sipërfaqe të rrafshta, në ujë, në xhama, dhe ato kthehen edhe e kanë të njëjtin dëm në lëkurë, prandaj mbrojtja edhe në ombrella. Doktoresh, falenderoj shumë për krejt këto këshilla dhe informacione që dhe për ndikimin e diellit në lëkurë, për solariumet e shumë tema të tjera që prekëm. Faleminderit edhe juve për ftesën dhe që po na jepni hapësirë që në mënyrë për njëhershme të japim informata dhe që sa më shumë njerëz, sidomos të rita, dëgjojnë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket këtij emisionit. Natën e mirë dhe mirupafshim.